Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sot do të flasim për vrasjen e të ndjerit gjyqtarit Kalaja, një ngjarje shumë e rëndë, jo vetëm për shtetin, për shoqërinë, por që tregon edhe gjendjen e rëndë të pronave për 35 vjet në Shqipëri dhe padrejtësinë që është bërë me pronat. Këtu nuk duhet më keq kuptoj njëri që unë akuzoj gjyqtarin ka dhënë apo s'ka dhënë drejtësi, ka apo s'ka të drejtë personi nuk ka asnjë lloj të drejtë dhe unë jam kundër vrasjes në mënyrë kategorike, por çka ndodhur, a kanë qenë ato pronar real, a e kanë bler ato pronën nëpërmjet bashkisë në vitin kur e kanë bler 12 siç flitet, dhe pse ja ka dhënë bashkia këtë pronë kur ka qenë pronë publike. Do të sqarohet gjithë çështja fije për të dalë shkaku i vërtet pse ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë për shtetin dhe për shoqërinë dhe për besimin ke drejtësia. Kjo është më e rëndësishme. Në këtë rast emisioni Xhiro me Syçin jep ngushëllimet e familjes së të ndjerit Kalaja dhe shpresojmë dhe besojmë që ky do të jetë rasti i fundit, sepse deri tash janë vrarë 3 gjyqtarë dhe gjyqtari Ikonomi akoma nuk është zbuluar vrasja e tij, ose vrasësit e tij dhe arsyeja pse u vra. Megjithëse ka mjaft hipoteza dhe mjaft indicie që janë të lidhura me bizneset dhe me tokat në jug. Do të flasim për zgjedhjet e Bashkisë Tiranës, pra për vakumin që krijua me Erion Velin, shkarkimin e tij në Bashkinë e Tiranës. Dhe sot do të jetë i ftuar një autokton Tiranës që do të ishte në nderin e Tiranës të përfaqësohej jo vetëm për qenien e tij si autokton i Tiranës, por edhe për staturën e tij si një mjek i respektuar, një njeri që nuk ka vulgaritetin në verbin e tij në diskutim dhe si tirancit ka dhe hapësirën dhe tolerancën. Mirëmbrëma se ke ardhur në Xhiro me Syçin, krenar Ilir Ali Mehmeti, se kjo dhe emrin tim, po krenario futbollisti dhe kushurinë jot. Mirëmbrëma, shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi. Ilir, sonte ne do të flasim pikës pari, siç e thash kurtimisht, qëndrimi juaj mund të jetë si qëndrimi i një politikani, qëndrimi i një qytetari që edhe ju si autokton Tiranës keni pronat e juaja në Tiranë. Nuk e di se çfarë ka ndodhur deri ku keni shku, çfarë keni marrë, çfarë ju ka kthy, çfarë nuk ju ka kthy. Por si e shikoni vrasjen e gjyqtarit Kalaja dhe çfarë duhet ndodhi mas kësaj, ose çfarë do të ndodhi mas kësaj? Shumë faleminderit një herë për ftesën edhe ngushëllime familjes në radh parë, sepse nuk diskutohet që janë sado që neve mund ta ndjejmë këtë shok në gjithë shoqërinë, nuk ka diskutim që nuk i afrohemi as pak dhimbjes si gjën familjarët për humbjen e dashurit tyre. Nga ky aspekt, rasti pa precedent që të ndodh brenda sallës gjyqit, pra ju e përmendët ka pas raste tjera, po jo brenda sallës gjyqit, dhe ky ishte një shok i cili vuri në lëvizje, po të shihni edhe media ndërkombëtare e reflektuan. Gjithë media. Është pa konceptueshme diçka e tillë të ndodhi. Po kur e merr me hapa situatën, ne e dim gjithë dhe kemi pranuar kështu si shoqëri, kemi lënë edhe këtë të lirë që nga njëri krah kemi një term në Shqipëri që quhet ish pronar. Unë nuk e kam... Jo, qesh sepse më fal që se kjo është shumë e rëndë. Unë se kam parë këtë termin. Shumë e rëndë ish pronar. Diku tjetër, në shtet tjetër, me sa kemi bredh, me sa kemi taku, me sa kemi shëtit, ne se kam gjume në një vend ish pronar. Jo, pra, o je pronar, o si je pronar. Kjo fjala ish pronar është diçka që kene
rrënjëzu dhe duket si është pranuar edhe nga pronarët vetë, është pranuar si ish pronar. Duket si term normal, domethënë, ndërkohë që s'ka kuptim, ky objekt këtu e ka një pronar. Ky vend ku ne po qëndrojmë ka një pronar, nuk mund të ketë dot dy dhe nuk mund të diskutojmë tash një dikush më parë që ishte ish, pse është ish? Shumë e drejtë. Është ish, dikush mund të kem pas një pronë, kam shitur, nuk kam asnjë drejt ka ajo pronë, kam shitur, ka kryer ajo punë dhe patjetër kam pas aty, por nuk kam më akses dhe përdorim për të. Ndërkohë që neve këtu kemi këto problemin e madh. Pronar, ish pronar e me radhë. Dhe është me të vërtet një plagë që lëngon për shumë kohësh. Po të shihni elementin, vetë çështja kishte nisur mos gaboj 92-shin. Dhe djali që kryu krimin ka lindur 2-3 vjet mbas çështjes. Mbas çështjes. Pra, ky e ka gjetur kur ka lindur, e ka gjetur çështjen të hapur. Dhe shteti shqiptar, dhe po ja vej shtetit shqiptar, sepse shteti shqiptar ka detyrë që të bëjë drejtësinë me ligjen, me gjyqësinë, si ta mendoj. Për 30 e kusur vjet nuk gjeti dot një zgjidhje. Dhe ky djalë që lindi 2-3 vjet mbasi nisi çështja, sot ishte 30 pak vjeç. Kreu unë se justifikoj kur, siç e tha dhe ju, jam kundër vrasjes, kundër humbjes jetës, vetëm ta jep Zoti, i tij është për ta marr. Por antisensi një diçkaje që zgjat pafund, pastaj fillon dhe prodhon situata aberrante. Pra që kur fillon me termin ish pronar që se gjem asnjë vend botës, ashtu do vazhdoj pasoja dhe me gjëra që si gjen asnjë vend botës. Për shembull, cilin vend botës një gjyq administrativ mesatarisht zgjat 15 vjet. Siç e kemi në Shqipëri. Mesatarisht. Do të thotë që më e gjata është patjetër shumë më shumë dhe ja ku e kemi ne. Ja ku e kemi situatën. Një gjyq penal shkon mesatarisht 8 vjet. Çfarë gjyqësia është kjo? Gjyqësia, drejtësia ka për detyrë jo vetëm bëj drejtësi, por edhe ta bëjnë kohë drejtësinë. Sepse mos harrojmë që tash njerëzit nuk është se mund të presin pafund derisa të kujtohet dikush, ti mund të jesh mohuar thuhet. Absolutisht, dhe këtë unë e them shumë shpesh, po mos harrojmë që nuk është se është ky vend është me sistem ligjor qëndrueshëm që u bë ky ligj, tash ky ligj 100 vjet nuk lëviz. Ligjet kanë ndrojnë. Pra gjatë tyre 30 kusur vjetave që është ky ligj, ndjes kjo çështje e hapur, sa herë mund të kenë ndruar ligjet nga më të ndryshmet. Dhe ti kapesh kushtetutën. Kështu që zgjatja e ligjeve bën pikërisht të. Nga krau tjetër, kujtoj që u bë dhe një reformë drejtësi, çfarë na solli. Ndër shumë gjë unë t'ju jasa, unë nuk jam ekspert juridik, por ti të kuptoj numrat. Në momentin që ke vonesa dhe ke një mbledhje dosjesh të madhe, ke nevojë për më shumë personel për t'i kaluar këto, për më shumë godina, për më shumë shpejtësi në këtë drejtim. Neve kishim, unë pash të dhënat, neve kishim në organik, duhet të kishin 78 gjyqtar apeli. Në detyrë ishin 24. 1/3. 54 vende janë vakante, janë bosh. Pse? Sepse kjo reforma nxorri gjyqtar. Me apo pa drejt tash ta diskutojnë njerëz tjerë, po hoqi gjyqtar nga sistemi që do të thotë, kem 1/3 e personelit, ndërkohë që dosjet janë kapic. Atëherë kjo do ta vonojë edhe më shumë, është automatike kjo. Do ta zvarrisë edhe më shumë. Që do të thotë në syt e atyre që administrojnë sistemin, pra në syt e shtetbërjes, në syt e politikbërjes, në syt e vendimarrësve, shumë qartë ky lloj procesi do ta shtyjë shumë gjatë çdo lloj procesi ka të bëjë me gjithë. Në larg qoftë kemi neve një diçka, një diskutim që duam ta zgjedhim gjykat. Imagjino që do ulemi në dy dhe do themi, po ju më t'jeni bindur, familjarët e mi do thënë kote çon gjyq, se s'kemë marrë një herë drejtën tate, kush e di deri kur. Se njëri o tjetri ka drejt. Ilir, ju keni drejt për të në qëse mund dërhy për numrat dhe keni plot të drejt. Kjo krijon i rritim. A kishte degradu sistemi drejtësisë deri në atë pikë sa duhet një reform, po ndoshta nuk duhet kështu, sepse që t'jemi të ndershëm me veten, paktën, unë mendoj, dhe ne gjithë e dim se Shqipëria është e vogël, se me çpasuri janë
jo të gjithë gjyqtarët, unë nuk kanë atemoj të gjithë gjyqtarët, ka gjyqtarë ndershëm, unë po e përsëris prap, unë kam një njeri që shkon me i çonë shpine, në kom shtëpi, ke shtëpia Enver Hoxhës, është akoma, është gjyqtar i lartë biles. Por ne pam se si gjyqtarët qarkullonin me fëmijët e gjyqtarëve me makina 150.000 euro, e me vila në plazh, e me vila këtu, e me vila atje, e nuk e ditë pa dukshmet, dhe marzia e këtyre është që edhe këto e tregojnë, e shfaqin vanitozitetin e tyre, ignorancën e tyre, do të thosha. Dhe kjo sigurisht i agrivon njerëzit. Ky është pikërisht Prandaj po them, duhet një, por në anën tjetër duhet gjej një ekuilibër, se kjo që thotë kjo reformë shkurtoi 1/3 dhe tash ty të njelin dosje të varë nuk marrë kur një çështje. Se si mungesa e politikbërjes së shëndetshme shkakton probleme. Pse u kriju ky problem? Sepse ti lejove që në kryt herës, lejove këto lloj përfitimesh në kurriz dikujt, apo jo? Padyshim. I lejove, i tolerove, derisa ty të shfaqet fenomenet dhe ti habitesh si ndodhi kjo. Pra si ndodhi që janë këto lloj makinash qarkullim, po marrë ke fjala juaj. Po se ti s'kontrollove kurrë në këtë drejtim, sepse ti nuk ke një shtet sot i cili të thotë, ore zotëri, ke ble po ndërton një pallat, ku i gjetë parat? Se do fillojnë nga lart kjo. Po, vazhdojmë. Prandaj po them. Nëse mund të ry. Për pronat është pikërisht përgjegjëse shumë edhe Partia Demokratike me ligjin 75/01. 75/01 për mendimin tim është ligj kriminal. Zoti Temari, unë atëherë tash unë kam qenë fëmijë për vete, po unë ju thash shteti. Po, shteti. Unë nuk i hyra një forcë të veçantë. Dakor, kur thash shteti, unë kuptoj shteti. Shteti këtyre 35 vjetë ka bërë. Jam i bindur që me njëjtë siç unë kam qenë fëmijë aso kohë, edhe ata që ishin të rritur ishin brezi baballarëve të mi. Patjetër hyn në një botë krejtëre, mbas 50 vjetëve diktaturë dhe ndoshta gabime kanë bërë pafund edhe nga padjenia, edhe nga padituria, dhe ndoshta ndonjëherë me mendim të mirë ka dalë për keq, se s'ka pas eksperiencë, por përgjatë 35 vjetëve u formuan breza tërë juristësh, u formuan breza tërë ekonomistësh, u formuan breza tërë politikanësh, edhe jashtë Shqipëria pafund. Eksperienca është filluar të akumulohet. Kemi partneritete ndërkombëtare që të ndihmojnë, sepse si fëmia vogël, alas ka mësuar me hec, e majnë për dorë. Edhe ne ashtu ishim. Mirë, po kjo plagë të vazhdoi. Të vazhdoi plaga e moskëthimit pronave, sepse prona është një pronari, nuk ka se si tjetë e që, dhe fillun këto mbi vendosje të tjera që nuk janë zgjedhur në shumë kadastra, vazhdojmë me këto probleme. Vazhdoi problemi i gjyqësisë, i vetë gjyqësisë, dhe vazhdoi rënja e besimit në gjyqësi, siç ka rënë besimi në shumë organe të shtetit, sepse po e ka shteti, rënja e besimit në arsim. Se përndryshe s'ka pse arsye pse lulëzon privati. Ishtënetësisë ka arsye pse lulëzon privati, lulëzon sepse bie besimi ke shteti. Kaq është shumë e lehtë kjo. Ju shihni vetë siguria brenda gjykatës, në gjykat, ja kishin lënë një firmë private. Thotë doli ministra e Brendshme, tha, nuk është përgjegjësia e policisë shtetit siguria në gjykatë. Tash ndjes po kjo. Padyshim. Siguria, vetëm që ta përfundoj. Jo, ngjarjen e bën shumë të rëndë vrasja mbrenda sa gjyqit. Por ai që ka dhënë amendën të vret jashtë sallës, e prisë ke dera. Problemi o të gjejmë pse shkoi deri ke vrasja. Ja ju a them, sepse këta njerëz që kanë marrë për detyrë administrimin dhe drejtimin e shtetit, gjithë shtetit, fillojnë dhe gjejnë justifikime. Ndodhin situata dhe e quajnë si epizod, dhe hajde gjejmë justifikim si ky, justifikim mirënor. Nuk e ka policia e shtetit drejtën e sigurimit në gjykatë, por çfarë duhet policia e shtetit nëse s'ka sigurinë? Tashti, siguri, arsim dhe shëndetësi janë tre shtyllat e një shteti. Pra këto janë kyçe. Pra me këto do merresh, nuk mund t'i japësh dot ti privatin arsimin, shëndetësinë, sigurin kështu e menoj unë, pastaj mund ta kem gabim. Por e rëndësishme është që politika privat ka edhe në Perëndim, edhe në Amerikë, privati. Jo t'ja japësh dhe ta menaxhon ai, si ta menaxhon ai gjyqin. Po, ndjes, që ta përfundoj. Ç'a ndodh? Ndodh që duhet kesh një zgjidhje në rrënjë të problemit. Pra, ti e din që këto gjëra do agravohen
Ti çfarë bën? I lë të lulëzojnë këto të barin, derisa të binë sytë e gjithkujt. Pra në momentin që e di unë si qytetar, po të gjithë organet shtetërore që kishin për detyrë ta parandalonin, këto nuk e bën. Dakord? Pra, nëse kishim korrupsion kaq lart sa që u detyruam ne tash që ti futshim një lloj kose dhe ti prenim gjithë këto, po si u lejon këto të lulëzohen deri të. Dhe në fund fare ditës, gjithë shqiptarët thonë, po mirë, rol model se drejtësia ka dy gjëra, parandalon dhe paraqet një model, që pasardhësi jot mos bëhet njëjtën gjë, apo jo. Rol modeli do donte që a kanë këto pasuritë pa justifikuar? Faleminderit këtë. Gjëja unë thash edhe gjëja konfiskoja pra. Jo vetëm konfiskoja. Po doja marrësh. Jo vetëm konfiskoja, po edhe duhet përgjigjen. Ore, a un kam dëgjuar që ju dha mundësia të dorëhiqen? Po. Okej. Ju dha mundësia, ndjes, ju kërkua për çështje etike etj, disa diskutime koti, por arsyeja për të cilën u hap gjithë ky diskutim nuk mori asnjë lloj zgjidhje. Asnjë lloj zgjidhje. Dhe tjetra është që këto, më fali lirë, më e rënda është dhe imoralja është që i din ti, unë i dim gjithë, që këto nga gjyqtar apo prokuror që hoqi vetingu shkon dhe u bën avokat dhe shumë për tyre sot janë dhe analistë që janë hek për mos justifikim pasurisë, janë analistë për panelet e darkës dhe për tallavanet e darkës dhe bëjnë moral dhe japin dhe mend. Dhe kanë pasuritë pa justifikume, domethënë të bëra me korrupsionin e drejtësisë. Në breza, pra është dhe një krizë e medias, Në breza, po patjetër se nuk është se është media tek ne që është e kulluar, themi drejtën tash, se ne këtë shoqëri jetojmë. Po pra. Nuk është se media është e kulluar dhe kemi një media ne që nuk e njeh paran dhe nuk tash lutem. Kemi media pronar inceneratorësh për shembull, kemi media që kanë interesat madhore ndërtimesh. Tash ti, nëse je media bën ndërtime. Atëherë, nëse je media, merru me median. Po pra. Që ti është më i kulluar, apo jo, patjetër media është private do gjeneroj përfitim, s'diskutohet. A e ka fajin vetëm media? Jo, është prap shteti që shkon i kap gjitha këto media dhe i thotë nëse do reklama, po ta them ose njoh mekanizmin, nëse do reklama, që është rruga normale që një media gjeneron para, e rregullta, unë do të sjell reklama, nëse ti më del kundra linjës time qeveritare, unë do ndaloj reklamat që të vinë këty. Edhe kur don një të punoj siç duhet. Pra, ndje se po kapim shumë, se po largohen. Po këtu për median nuk du ta lejo një sekond. Siç e shoh unë, media thonë se kapur nga Rama. Mirë po unë shoh në për panelet e darkës janë të opozitës dhe media po t'i kapim, të gjithë janë pjesa më e madhe që kanë qenë në krahun e Partisë Demokratike, unë nuk e them me djathtë asaj partie akoma, se s'ka si lidhje me djathtën. Edhe si o formu, edhe kush e formoi, edhe njërin tjetrën. Ndoshta bëhet, po se besoj. Kështu që nuk e di se ku e ka kap median. Media është u shkëly edhe mirë e bosa detyrë ka media të jetë kundër qeverisë. Parlu media pushtetin e 4, këtë nuk e besoj. A ka media që kanë marrë përfitime dhe oligarkë që kontrollojnë mediat, nga qeveria, pa dyshim, dhe kjo duhet pre. Edhe për mediat, unë nuk jam ekspert i mediave që t'ju flasë juve me detaj, unë për ju flasë si qytetar dhe mënyra se unë jam personi i cili në media shkon, por jam shumë i qartë se cilat media nuk më ftojnë më. Po. Për arsye qëndrimesh. Po. Dakord, kështu që qartësisht kjo është diçka që i shkon kundër linjës qeveritare apo editoriale. Ashtu si syri nuk fton dikë? Jo, kam parë që syri i fton, por nuk i shkojnë, se pastaj kjo është çështje tjetër, është mungesë kurajo nga dikush që ftohet edhe nuk shkon për debat. Se ne kemi ftu për debat pafund njerëz. Nuk mendoj që syri është mungesë kurajo. Tash syri është televizioni i familjes, kjo nuk diskutohet. Nuk mbroj televizion. Në çfarëdo lloj televizioni, ne kemi thënë, zgjidhen edhe televizionin, dalim për debat. Për shembull, do nisi debati për Tiranën. Ma kujtove këtë, do ta bëj pyetje. Hajde dalim për debat. Zgjidhen televizion, një herë një kohë kemi pas thonë neve kur kemi qenë çuna të ri, hajde dalim ku dush. Apo jo. Tash është një parim, nuk po i hym siglës televizive. Hajde të bëjmë një debat për Tiranën, sepse ka nevojë një debat për Tiranën. Si çfarë mendimesh ka zhvillimi, ku jemi, si e shohim situatën e merrat. Nuk ka rëndësi cilin televizion. Ore pa televizion fare, hajde dalim shesh. Shesh, po. Hajde dalim me bëjmë debatin shesh, pa media fare. Pa media fare. Patjetër na duhet një specialist që moderon debatin, sepse është
profesion vetë, ai nuk është se mund ta morrim dot ne, por debati duhet të jetë konstruktiv. Pra kur bëni debat, duhet që neve të arrijmë diku dhe të ketë temë caktuar, kurse ne rrëshkasim dhe çfarë na ndodh. Shpesh herë kur shkojmë neve, unë shkoj shpesh dhe e vere këtë, njerëzit që duhet marrin përgjegjësi sepse qeverisja është dhe përgjegjësi. Padyshim. Dhe unë prandaj po vazhdoj po them shteti. Sepse shteti ka detyrë, i ka marrë vetë, nuk është se i detyruam neve hypni në fuqi juve dhe rrini aty dhe na boni nder që rrini aty. Ja. Ne i ngarkum ata me një punë dhe ata kanë një përgjegjësi për karshi qytetarët qytetarëve. janë menaxherë me një mandat. Po ky pra është çështja. Kurse neve çfarë ka ndodhur? Qytetarët e ulin kokën përpara shtetit. Kemi zot të vendit, gjithë politikanët. Pra i jepet e drejta dhe shpesh unë ja them këtë, kur merr mandat një qeveritar, një pushtetar, një çfarë doni, merr mandat për të qeverisur. Nuk merr mandat për të abuzuar njerëzit. Se këtu duket sikur është e njëjta gjë. More tash jemi ne. Hajde forca i japim kësaj pune. Jo, për që a qeveris mirë apo keq, pastaj vendosin njerëzit brapa. Por nuk ke mandatin për të abuzu, se këte kemi pas shpesh herë dhe në diskutimet për Bashkinë e Tiranës. As për të thundu. Po jo, absolutisht, sepse supozohet të jetë një vend demokratik, supozohet, me letra të paktën. Se të paktën këtu ka letra, se këto edhe ishpronarët shkretet kanë letra, po s'kan pronën. Por nëse neve kemi një lloj hapje mendje këtu, që në fakt nuk është detyrë e gjithkujt që ta bëjë, detyrë e njerëzve është të rrinë me familjen, të rrisin fëmijët, sigurojnë përmes punës të ardhurat e ndershme, të ecin, të rrisin mirëqenien e tyre, por ne kemi detyrë të kuptojmë që nevojiten gjëra të qëndrueshme që të jenë afatgjata. Se nëse vi unë, them që bëri i lirit, ta prishim se tash do e bëjun si dua. Pas 2 vjet vini ju, prishni atë që them unë. Në disa aspekte ne duhet të jemi të qartë dhe të qëndrueshëm. Dhe patjetër për të qenë të qartë dhe të qëndrueshëm kemi nevojë edhe për një lloj, le të themi, mbështetje nga partner strategjik që ne kemi. Apo jo? Që themi këto gjëra ne nuk do t'i lëvizim për sa për X kohë. Pse? Sepse kjo neve na garanton një të ardhme. Ndërkohë që ne këtu ke ne se bëjmë. Kalojmë nga strategjike tjetra, e hedhim, themi që kjo ishte shumë e mirë. Pastaj masi kemi thënë shumë e mirë, tash kemi të tjerën që është shumë e mirë, por që është e kundërta e kësaj. Dhe njëjtë ndodhi edhe ke reforma drejtësi. Duhet ndërhyj, patjetër, duhet ndërhyj më përpara. Absolutisht. A duhet ndërhyj në mënyrë të atill që të bëjë shembull? Po, patjetër. Por e para është a mendove për ditën mbas? Ke plotësisht drejt. Pra bëri do bësh që ndërhyrje. Jo, do kishe bër, po kishe përgatitur ekipin tjetër që të zëvendësojë. A ka tjerë? Jo. Po atëherë si, e lam. Ta mbyllim. Kush kishte interes nga kjo? Ata që kanë pushtet. Sepse nuk përballen me drejtsinë, ata bëjnë vetë drejtsinë. Kushdo që ka pushtet. Dhe kujtoj që reforma drejtësi kaloi me vota unanime, mos gaboj. Po, 140. Nuk pat asnjë abstenim. Kaloi me vota unanime. Do të thotë ka pas një suport ndërkombëtar në këtë drejtim. Ama unë jam i bindur që suporti ndërkombëtar nuk ka qenë vetëm votojnë në mënyrë unanime, por keni edhe disa detyra tjera për të bërë. Dakor? Por keni edhe disa modele për të dhënë. Pse? Po është normale zëvendësimi i brezave për shembull. Po çështja është ky brez i ri, që do zëvendësoj këtë brezi më të vjetër. Kupton se dalim, kështu është normale, dikush del në pension, dikush fillon futet punë me radhë, krejtësisht normale. Ai ke dhënë ti arsye për të punuar dhe po ta sjell ke mjekësia unë tash. Neve na ikin mjekët. Nga krahu tjetër, mjekët që kemi këtu, dalën e thënë të korruptuam, vjedhin, apo është se pak a shumë e njëjta gjë. Duke qenë se unë juridikun kaq e njoh, pra si qytetar, këtu njoh diçka më shumë. Ka një parim në Shqipëri, dhe ky vlen për gjithë, sepse populli nuk i le kot ato proverbe. Thot, fukarallik, maskarallik. Dakor? Pra, nëse ti bën një punë dinjitoze, duhet të kesh edhe një të ardhur dinjitoze dhe një dinjitoze. E garanton dot kjo lloj pune një dinjitoze për familjen tënde? Ja. Puna e mjekut nuk e garanton. Atëherë, është rrok shteti, duhet të jetë një rrok shteti atill, e parë duhet të ketë, se mjekët e rinj 60% nuk kanë rrok, se ju s'e dini këtë, po ja them unë. 60% specializohen, punojnë 4 vjet pas lloj rroke, zero. Paguajnë dhe taksa studimi. Tashti, si ky s'garanton asjetën, jo jetë dinjitoze. Pra pyetja është si strehohet dhe si habuk. Nuk e mendo fare shteti këtë. Mendo se po i bën der. Kupton? Ky po punon 8 orë në ditë.
po shërben sistem shëndetësor dhe fatkeqësisht ti që fëmijë je duke i mësuar korrupsionin atit. Se kjo është e vërteta. Se nuk fillo korrupsioni me 2.000 euro, 10.000 euro dita. Fillo me 2.000 lek. 2.000 lek vjetra. Sepse ky njeri do strehohet e do ushqehet. Kujtoj që në rendi sklavo pronari, që ishte rendi më i keq që kemi pas, pronari i siguronte një stre dhe një ushqim sklavit, se përndryshe sklavi vdiste. Dhe i duhej për punë. Për punë nesër. Tash ti këtu s'ka as konvikte as mensta. Pra këto janë më keq se rendi sklavo pronar. Se po ti sigurosh 2 gjëra, ke drejt pastaj edhe të kërkosh 2 gjëra. Përndryshe ti nuk mund të çudish pse na hik rinia neve. Na hik sepse mendojnë që nuk sigurojnë dot një jetë dinjitoze me parimet e meritokracisë dhe të shkollimit dhe të arsimit dhe të punës familjare, shoqërore me radhë, normale që kanë këtë shtet. Për këtë arsye ikin. Duan të jenë shtresë mesme dhe shtresë mesme mbrojtur. Pra që i kanë 5 le të themi ëndra përpara në jetë që mund t'i realizojnë. Këtu kanë që kur e nis një mjek, 24 vjeç marron, 6 vjet shkollë, 6 ndër 10 do punojnë 4 vjet pa pagesë. Me detyrim është kjo, se s'ke çfarë. Po si pa pagesë, si do jetojnë këto njerëz? Se më duket çik absurde. Kjo është ajo që shteti duhet. Duket pak absurde. Kjo është ajo që shteti duhet bëj. Jo, po si jetojnë këto njerëz? Eksakt. Pra, o do bëj një punë dytë ky djali kjo vajza. Dakor? Përgjithsisht janë vajza, më shumë se mjekët janë më shumë vajza se djem. Nuk e di, kemu nuk ka sens, nuk qëndroj. Edhe neve diskutojmë në mënyrë të vazhdueshme. Pra, çdo vit ne kemi një X kuota totale që futen specializim, se specializimi është ky, ku 40%, 39% e 5 viteve të shkollës 39%, 39% janë të mbuluar nga kuota e Ministrisë së Shëndetësisë, pra do të thotë marrë një pagesë që është 80% e mjekut familj, ka e rregullore diku, që e ka vendosur këtë. Dhe 61% nuk marrin pagesë fare, 4 vjet quhen kuota të lira. Çfarë do të thotë kjo? Në Republikën e Shqipërisë, teorikisht po të hapim në ligjin, nuk ekziston puna pa pagesë, apo jo? Në një biznes, në një shtet, një diku nuk mund të ekzistojë. Jo, do ta ndani si problem këtë se më duket absurde. Jo, garantoj, ne kemi ngretë në mënyrë vazhdueshme, madje vitin e kalum, së bashku, nuk e bëm vetëm, e bëm bashkë me Parlamentin, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, bashkë me shoqatat e studentëve, të mjekëve me radhë, dhe bëm një publikim, një policy paper përmes Konrad Adenauerit. Dhe ja dham gjitha dhënat. Të them, kjo është gjëja kyçe që këta njerëz kërkojnë që të mos ikin. Ilir, ju preket i gjë shumë të rëndësishme. Përkundrejt, ndjes, po të jam 24 vjeç, kthehem mbrapsht, tash jam 24, jam 46, po jam 24 dhe kam 2 opsione. Të punoj 4 vjet pa pagesë në Shqipëri dhe mrapa nuk i dihet. Nuk e di se çana. Apo të nisem që sot për Gjermani dhe trajtohem si njeri. Nuk po them që do bëjmë pasanik. Megjithatë, edhe Gjermania dhe gjithë perëndimi ka një krizë që po jetojmë një krizë globale. Për mjek ka nevojë. Kam një gjuhë dhe për infermier. Atëherë, edhe për infermier. Atëherë, unë përkarshi një vendi që të paktën siguron një jetesë. Pastaj diskutojmë dinjitoza apo jo, po Gjermania ta siguron dinjitozën. Versus një shteti që s'më siguron dot as strehim dhe ushqim. Çfarë do bëjmë, çfarë do zgjedh? Kam zgjedhjen? Do hikesh. Atëherë, hajde rregullojmë këto dhe kjo është arsyeja pse neve e quajtëm reasons to stay studimin ton. Hajde punojmë që tyre fëmijëve tan ne t'i japim një të ardhme këtu. Përndryshe po s'ka të ardhme, ai do më shohë nga syt, ajo do më shohë se unë vajza kam. Do më shohë nga syt, do thotë, bab, unë s'është se du me hik, po s'kam një të ardhme këtu. Dhe përçin do jetë, kujti do jetë fare, do jetë i fëmijëve tan, jo më jone. Joni si i prindërve ton, i gjyshërve ton, që me veprime dhe mos veprime sollën këtë situatë këtu. Tashti, a do veprojmë ne sa iku kohët? A do veprojmë ne? Kjo është çështja. Publicitet. Reklam, kantina Duka, tashmë e keni dëgjuar vazhdimisht, është prodhon një verë shkëlqyeshme, jo vetëm në Shqipëri, ka shkuar në Belgjikë dhe në Angli, pritet shkojë edhe në Amerikë. Kantina Duka është një vend i mrekullueshëm për të shkuar dhe për të kaluar një weekend. Ose për të shkuar për një dreka në fundjava dark, ka një restoran shkëlqyeshëm, ushqimi është nga 1 në 10 në 10. Tash shpejt i mbarojnë dhe bujtinat, që do të jenë 10 bujtina ku mund shkohet për weekend dhe të bëhet hiking rreth kodrave dhe pamjes bukur të liqenit, që është rreth vreshtave të kantinës Duka. Për këtë së shpejti kantina Duka do të ketë edhe të tjera prodhime
që do të shtojnë edhe më tej larminë e kësaj kantine dhe vlerat e kësaj vere që tashmë ka kaluar dhe kufit e Shqipërisë. Kantina Duka. Ilir, ajo që më theksove dhe du të trajtoj, pastaj do të kalojmë në zgjedhjen e kandidatit të opozitës. Ju thatë një gjë që është shumë e rëndësishme. Hajde të debatojmë në mënyrë konstruktive. Hajde të bëjmë diçka të përbashkët. Eksperienca politike që ju keni qenë, unë kam qenë shumë më i madh se ju. E këtyre 35 vjetëve na ka tregu që ne nuk në raste të tepër të rralla është ajo që ju thot me të drejtë që vi unë përmys gjithçka, vi unë shkarkoj gjithë administratën. Mirë po edhe kjo është gjë shumë e gabume, sepse krijosh një njeri të administratës duhet kohë dhe nuk mund çdo 4 vjet apo 8 vjet vi unë. Për shumë mund nuk më tingëllon fare mirë, qoftë për socialistët kur ishin, qoftë për demokratët sot, ato thonin kemi 8 vjet pa pushtet, kemi pa punë. Sot një gjë ju demokratët kemi 12 vjet pa punë. Ju e dini, unë e kam jetu, nuk të siguro partia punë. Okay. Unë ka 35 vjet në Amerikë, as nuk e di ku janë zyrat e shtetit, as më interesojnë fare. Po. Fare, kur them fare. Ke shumë drejt. Pra, kjo është një kulturë e sistemit komunist. Absolutisht. Po. Pra, ne kemi përmys gjithçka për të marrë revansh për atë që ishte dhe kështu nuk kemi ndërtu, po kemi shkatërru. Dhe ju thot një gjë me drejtë, hajtë bëjmë një diskutim vëlla, ne jemi, si thonë ato, we agree to disagree. Patjetër. Patjetër, po t'jeti gjë progresive se për këtë kemi ardhur. E për këtë na kanë zgjedh njerëzit, apo e kam gabim. Absolutisht po. Pra, ka ndodhur kjo në partinë tuaj, Partinë Demokratike gjatë 35 vjetëve? A mendoni se ka qenë, edhe ke socialistët, po diskutojmë partinë ku jeni ju, ka qenë një politikë agresive, politikë e rrugës, pa ide, pa kështu, dhe në këtë gjendje mendoj unë jeni dhe tashti. Dhe pra ne po ju shkojnë kuotat gjithmonë e më poshtë. Jo, sakt. Po, nëse mund përgjigj patjetër. 35 vjet kanë qenë vite nga më të ndryshmet. Me situata nga më të ndryshme. Patjetër me këtë let merret historia e kush do më marr. Tashi unë nuk du me rënë ke Gracka ku ka rënë prindë mi dhe gjyshit e mi, që i rritë koka mbrapa. Me çfarë ka ndodhur dhe me këto kujtime, ato janë të rëndësishme që të mos bëhen të njëjtat gabime etj. Por kur jep makinës, her mas here e shef atë pasqyrën mbrapa për siguri për të qenë i kujdesshëm, po pos pe para do përplasesh. E sigurt. Jam dakord. Atëre, këtu duhet më pa para. Si bëhet kjo? Shif çfarë ndodh. Ne sot konsiderohemi parti shtet nga Këshilli i Evropës, sepse në rekomandimin që solli në qershor, tha rekomandimi duhet që të ndahet partia nga shteti. Se ky është problemi që ne kemi. Megjithatë, Këshilli i Evropës i ka njoh zgjedhjet, i ka njoh gjitha. Jo, akoma del raporti javës tjetër, presim. Mos nuk do të na lloj zgjedhje, besom. Jo, s'tash atë. Unë do del raporti pse? Sepse ai po të jep ty diagnoza. Nëse ti diagnoza ti ignoron, smundja vazhdon të bëhet pa e keqe. Megjithatë, ndërkombëtarët shoh që kanë një përkrajën këtë qeveri. Besoni mu ka fillu të lëviz çështja, po mos shkojmë aty sepse ishte më e rëndësishme kjo gjëja që sapo na thatë. Kjo koncept parti shtet që kemi pas 50 vjet neve. Që ka pas edhe partia juaj. Po, ka pas 50 vjet e ka pas totale, sepse gjithë punët i ofrohte shteti. Jo, nuk është se kishte flas edhe këto 35 vjet dhe partia juaj. Jo, s'ka qenë totale kurr. As nga PS, as nga PD-ja. Sot ju në parti e keni një njeri. Më lero ta mbaroj. Është tjetër çështje si komandohet partia dhe është tjetër çështje shteti. Un kam qejf të flas për shtetin. Për shtetbërje. Okej. Pra, në 50 vjet e komunizmit, 45 patjetër gjithë punët ishin të shtetit. Po. Dakor, dhe ne ishim të kapur kjo ide. Nga ajo ide kanë ardhur baballarët gjyshit tan, Ester gjyshit tan. Ishin kjo ide, më fsur gjyshit xhanën pan kohën përpara dhe kishin një ide tjetër, po pjesa tjetër s'kishte. Sër gjyshit e bën diçka. Kthehemi këtu. As PS, as PD-ja punën shtet nuk e ka pas shumicën e punësimit. Ja. Është sektori privat i cili ka shumicën e punësimit. Edhe sot që flasim, edhe pse administrata ka shku gati 200.000, prap punësumit në shtet, në privat janë shumë më tepër. Tashti çfarë ndodh?
Sa është administrata, më falë sot? Pa do rreth 200.000 po ka shku, ka qenë rreth 80 ca, ka shku pothuajse 200. Masakër. 13.000 është vetëm Bashkia e Tiranës, e kuptoj ku jemi do. E ka marrë Rion Velia me 5.000 pak, e ka çu 13.000 diçka. Tani çfarë ndodh? Nëse po Tirana është bosh Shqipnia sot, Po jo, është puna punëtorëve, sepse punëtorët e bashkisë ata janë ata që janë. Rritja e Tiranës, e kapaciteti e popullsisë Tiranës. Po jo, se e rriti për 2 vjet direkt, sa hyrin 15, 2 vjet e 2 fishoj, po tash. Nuk po hym kësaj se na heq konceptin, nuk është Bashkia e Tiranës shteti. Okej. Pra ne na nevojitën disa shtetbërës. Çfarë është shtetbërësi? Thotë, nëse juve do paguhen vetëm me paratë e shtetit, me këto rroga, se i kemi qesharake rrogat. Nuk garanton do ti një jetoze me këto rroga, se kjo është realitet. Atëherë, gjithë këta, ju a thash parë, fukarallik, maskarallik, shumë prej tyne tentojnë me 2 fishu, me 3 fishu, ako di unë quajse me rumbullakos, me a dalë në fund muajit, apo me përfisë, pastaj ku gjenë shesh, bën dhe për shesh. Nuk e bëjnë gjithë, po disa që e bëjnë dëm shumë të madh. Dhe nga krau tjetër, biznesi shifet si lop për të miel, sektori privat. Dhe si lop për të miel, në fakt shteti ka drejtën e vetë taksoj biznesi, se për fund fare me këto taksa do mbahet. Neve si e shohim? Neve nuk e shohim si frymë incentivuese për biznesin, që biznesi prodhoj më shumë dhe të derdhi më shumë taksa, por ne e shohim t'ia marrin përmes gjobës. T'ia marrin përmes sulmit, dakord, përmes frikës, duke i vënë gjëra që pse të lodhet ai me ato. Ai sa më shumë prodhon ai, aq më shumë njerëz do marrin punë, aq më shumë taksë do paguajnë. Dhe ju garantojnë kur biznesi privat, që në mentalitet djau mendoj që privati e çon përpara i shtet, nuk është shteti. Shteti duhet për me dhënë shërbime, me administru, me bë disa politika, me radhë. Nëse biznesi privat lulzon, fillon punson njerëz dhe tash ti krijon një treg dhe ja garantoj unë kur rrogat e privatet janë konkurruese të mëdha dhe hypin, kalon vetë nga administrata këtu tjetri, nuk ka nevojë ta heqësh, shkon vetë sepse ka të ardhurat më të mira. Dakor, kjo ndodh në Amerikë. Ju e dini këtë gjë. Dhe si rrjedhoj duhen politikat të tilla që ta mbështesin biznes, si e mbështesin me qartësi. Ne na mungon qartësia. Unë marr shpesh herë një shembull dhe i them, a dini ju sa profesorët e ekonomisë kanë biznese suksesshme? Sa ata na mësojnë ekonominë, ligjet të gjërat. A di që s'ka asnjë? Po sa sportist ka? Mirë, kjo ndodh në Amerikë. Mund të jesh një profesor shumë i aftë. Po qartësia, pse ju them qartësia? Ekonomist shumë i aftë, por nuk je. Ja ju them, sa prej neve na mësohet. Sa prej neve, dim neve, shoqëri, si paguhen taksat, ku paguhen, sa duhet paguaj, a lëviz, as lëviz, a ndron, as ndron. Na vin gjoba, pse s'ke pagu këto 2023-shit që se ke idem fare që është diçka për tu pagu. Të ndron çmimi referencës, të lëviz. Ana administrative e pushtetit se si i bie në qafë bizneset. Kjo është politike, majt i biesh në qafë bizneset. Ta lesh lirë të punoj, ta kontrollosh patjetër, sepse duhet që ai përgjigjet. Dhe ore të gjithë sepse kjo është klima pra. Unë bëj gjoja si kur kontrolloj, ti bën gjoja si kur pagun, ky bëj gjoja si kur punon, unë bëj gjoja si kur jap rrog këtit, ti bën gjoja si kur m'jep ujë dhe drita, unë bëj gjoja si kur nuk qajm, ne jemi shoqëria të bërit gjoja. Unë po ju them një shoqëri që duhet bëj shtet, se kjo është diferenca. A bëjmë dot në një shtet? Ka disa rregulla si mund bëhet një shtet. Mos të më i dirë, nuk jemi ne të përgatitur vetë shoqëri për po të hajta përgatisim. Pse si sepse ndjes, unë isha fëmijë. Pse si e jafti ta përgatisësh fëmin tat? Po pra po. Se po su përgatite që fëmi, nëse ti rol modelin ja jep, që nëse e çon hika vëlla më me ca punë tjera, ti boje të bardhën jeshile edhe hec përpara. Nëse je vajz, ti japin ca stile të tjera. Sepse ka një moment që me drejtimin e gishtit, nuk them shteti. Po shteti. A ka mundsi bash do shteti? A jemi ne të gjithë herë vetë marrim përgjegjësi për këtë vend? Pra duhet vëmë gjithë gishtin e vetja. Ti, unë, tjetri. Hajde la do morim edhe qoftë dhe me kundërshtarin politik, a ulemi mërlla për t'i bëj jotë mirë këtij vendi? Ju garantoj unë që ka vetëm dy elemente këtu. Dy elemente janë kyçe të rëndësishme dhe problematike për këtë. Se është mindset e parë. Dakor? Po se pata atë kot mos. E para është ajo shpreha kështu ka qenë gjithmonë. Po. Që është të mërshme. Se do të thotë kështu ka qenë gjithmonë, mos bëj për çfarë folim kot. Gjëja më e mërshme që mund t'i bësh i shtetit është mos bësh asgjë. Jam plotësisht dakord. Dakor. Pra kjo është gjë. Kur do ta bësh sot?
Sot fillon direkt sot. Fillon nga sot. Dhe gjëja e dytë është që brenda mjegullës ujku gjen oportunitetin e vet, e kupton? Po këtu ke ne prodhohet mjegull me qëllim që ti të arrish të kapësh. Pra problemi është prodhimi i mjegullës. Se mjegulla diku davaritet, largohet dhe a do ketë gjithmonë njerëz pa ngopur, gjithmonë, çdo shoqëri. Korrupsion ka dhe në Amerikën, në Gjermani, çdo shoqëri ai. Ama nëse ti ke drejtën dhe i siguron një jetesë dinjitoze familjes shqiptare në vendin e vet, nëse fillon abuzimi, absolutisht ti duhet të ndërhysh. Absolutisht, në momentin më të parë, do të bësh rol model. Po nëse kene zgjat 10 vjet modeli, ju keni vënë re ka një ndjesi, ju jeni njerëz siç jam njerëz, se ca njerëz e kanë humb terrenin, e kanë humb, kanë një distancë të madhe nga njerëzit që jetojmë në përdit dhe takojmë përdit në rrugë. Ka një shprehje mes njerëzve tanë, që thotë, bën burg ai ja 4-5 vjet, po i ka bë legët ai. Dakor? Edhe tash ja vlen me bë burgun. E kupton cila lloj kulture po instilohet, po injektohet nga kush? Nga sistemi i drejtësisë, që kush i bën ligjet? Këta pushtetarët i bëjnë ligjet. Pra, po të kapit ty, i pash një rast, ishte kap dikush me 3.5 gram drogë. 3 vjet akusura, 4 vjet burg. Ai që i vjedh $20-30 milion. Ky tjetri është shpërdorim detyre, po pastaj transformohet në shërbim prove, pash një rast abuzimi rreth 2.2 milion euro, që ishte kthy në 80 ditë prove. Të merr. Tashti, nëse 80 ditë pune vlen 2.2 milion euro. Po gjithë po bëjmë nga 80 ditë pune. Po si që punë për komunitetin, ku diun ka shërby vakte një mens apo ka krasit lule 80 ditë. Kush merr 2.2 milion euro për 80 ditë krasitje lulesh? Se tash jemi konkret. Pra kjo është arsyeja që ne duhet të mlidhemi dhe duhet pyesim, a duam të bëjmë në një shtet që t'ja lejmë ty në fëmijëve tonë, se s'kena me morë gjë me vetëm. Jo, asnjë s'ka me morë gjë me vetëm. Fëmijëve tonë do ja lejmë gjithë, që kanë vu milionat nëpërmjet vjedhjes, krimit, abuzimit, s'kan me morë gjë me vetëm. Përkundrazi vetëm ndryshe nga ty dhe unë, këto nuk flenë rahat, ne flejmë rahat vlla. Tash se di për ata se nuk flej me ata, po për veten time mund ta them që flej rahat fare. Tash Ilir, unë mendoj që ne kemi arë një situatë pak të një brezi ri që duhet të largohet kjo kultura e agresivitetit që vjen pikërisht nga ato që thatë ju. Nga korrupsioni që kanë bërë shtetarët gjatë gjithë periudhës, nga gjunafet që kanë, edhe nga krimet që kanë. Dhe ajo i bën ato agresiv. Për shembull, pse si jeni ju agresiv? Pse s'është një tjetër agresiv? Kjo është fare që thot menimin e vet, po deshet. Pra ne u mendoj që duhet fut një kulturë re qoftë dhe në debatet e juaja si politikanë, ajo që thatë ju, hajde la dalim në rrugë, bëjmë debat. Unë mendoj kështu, ti kështu, mund shkojmë dhe pimi kafe. Pra, është fut një armiqësi që është e qëllimshme mendoj unë për të majtë në tension çdo gjë. Po tjetër. Dhe kjo nuk na çon kërkun ka ajo që thatë ju për ndërtu një shtet. Qëndron dhe një diçka tjetër. Po. Qëndron dhe diçka tjetër. Besoj juve kur keni hyke kjo dhoma këtu ku ne po flasim, kjo ka qenë bosh. Dhe zëri kumbonte më shumë, apo jo? Pastaj ju fillut, e plotësut, e mushët, e vut, dhe zëri, bie, po njëti nivel zëri. Sa më bosh tjetë koka, aq më i lartë është zëri. Dakor. Dhe ne kemi shprehë shumë qartë, ekscelenca e ka zërin e ullët, se nuk ka arsye pse duhet bëhet. E vërtet. Dhe që n'ke përballë. Dhe kujtoj unë që ne kemi pas ndoshta parlamentin më të mirë ka qenë parlamentet e para. Para, ke drejt. Parlamenti sot është katastrofë. Kujdes, sepse këto janë mjeshtra, këto që 2-3 mjeshtra janë që pastaj kanë këtë bandën që bëjnë zhurmë, po dirigjent 2-3-4 janë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që me sisteme zgjedhore këta larguan zgjedhësit nga të zgjedhurit. Duke larguar zgjedhësit që do të thotë me lista. Zgjesh me lista dhe jo direkt, ballë për ballë. Unë apo ju, këta njerëzit tu preferojnë ju apo mua, dhe ne tash garojmë me ide, me profil, me pranim. Kjo prodhonte parlamentet forta, sistemet majoritare që kemi pas. Prodhon absolutisht, edhe unë, për vot drejt për drejt, demokraci drejt për drejt. Dhe sot njerëzit vazhdojnë janë për majoritar. Pse ju a them unë këtë? Se unë dal në rrugë, kur ishim fushat, dhe ata pyesnin, a jeti deputeti i zonës? Deputeti i zonës ka hiq që në 2005-ën. Dakor, 2005 ka qenë hera fundit që ne kemi pas deputet zone. 20 vjet,
ata vazhdojnë janë aty 20 vjet. Po ti jesh 30 vjeç që voton. E ke pa ndonjëherë këtë deputetin e zonës dhe demokracinë drejt për drejt dhe sistemi magjoritar, dhe ky është largimi i brezave. Pse e bëjnë qëllimisht? Ndjes që ta përfundoj se këtu ka një linjë logjike dhe këta e kanë bërë qëllimisht këtë linjë. Që të rinjt, se ti më themu e nise me të rinjt, që të rinjt të largohen sa më shumë nga politikbërja. E t'ja lejnë gjithmonë më shumë këtyre dhe keni pa pjesëmarrjen në politikë të rinjve, qoftë si votim, i thjesht, qoftë si angazhim politik, është gjithmonë më i ulët. Dhe ky fatkeqësisht, po perëndimi ka i problem. Perëndimi ka i problem që ka lindshmëri shumë të ulët atëherë kur e ka pas. Duan më njerëzit duan me fut bizneseve jetës vetë, domethënë është biznesi vetë futet ai. Kuptoti në Senatin Amerikan është Mitch McConnell, e ishte kjo Pelosi që janë ka 100 vjet çfarë bëjnë në Senat ata. Biznesit miku im le ti futen ata se s'na lën asnjëri, absolutisht atë bëjnë shumë mirë. Po ju vini re për shkak se janë të interesuar fare me kuptu një projekt afatgjatës, po jetë 30 vjeç, ti mund të jesh biznesmen, po do me ditë familja ime do rritet në një shtet që fëmijët e mi mi garanton? Ilir, kjo që thatë jo shumë e vend, edhe diskutohet akoma dhe vazhdon diskutohet, edhe zgjedhjet e fundit në Amerikë ishin krizë e kësaj që thatë jo, si ka mos i 18 vjeçar. Po, se duhet ta kuptojmë. Sepse njëri ka energji tjetër, ka. Nuk e kisha vetëm për ata që janë fuqi tek. Por bëhet qëllimisht që të largohet dhe ky sistemi demokracisë totale, se nuk është se mjeshtrat tonë janë në Tiranë dhe tash i komandojnë Amerikën, e kupton. Kjo është një dorë e madhe që tenton ta kalojë nga demokracia në autokraci sistemin në shkallë botërore. Dhe neve po e vëmë re këtë. Si bëhet kjo? Duke i thonë juve mos u mërçamerrni kot. Mos hajdeni, mos u merrni, mos votoni, mos gjitha po ti pranoj, por unë vi në një pikë. Dhe është shoqëria që e pranon këtë. Po. Se çdo vend e ndryshon shoqëria, Ja ju a them unë. Jo shoqëria jonë, shoqëria jonë, ne jemi, se po fuzë vetë, ne. E mbani mend fabulën e eksperimentit Fulsit që bërin në Tiranë me Mensen? Po. Që gradualisht duke heq nga pak diçka nga pjata, në fund fare meti ke buka thatë dhe vazhduan. Po. Dhe brezi baballarëve tim buk thatë kanë hëngër. E kupton? Aty kanë qenë, e kupton? Se kanë qenë 8 vitet e fundit kanë qenë të tmerrshme. Besoj i kemi të qartë gjithë, nuk ka nevojë të hym. Pra për një kohë të gjatë, po ti hoqi avash, ty duket si normale. Një zog i lindur në kafaz, kaq menon se është bota. Dakor? Kështu që edhe këta kanë kufizu të drejtën dhe njeriu kupton po mirë, çfarë do bëj unë? Dakor, ti ke shumë drejt, po s'kam ç'a bëj se kaq është hapësira, në fakt hapësira ka shumë më të madhe. Do të them dhe një eksperiment tjetër. No, këtë ndoshta se dini. Meqense këtu është bisedë më e lirshme dhe mund ta bëjmë këtë. Mund ta gjeni edhe në YouTube kush dëshiron ta shohë ta vërtetojë. Merret një kavanoz dhe hidhen aty pleshta, qindra pleshta. Që pleshti kërcen, del nga kavanozi. S'ka ka problem, sa e ke fut aty brenda. E mbyllën kavanozin me tap. Ju dashkan, nuk jam ekspert i pleshtave, ju dashkan pleshtave 3 ditë me u përshtat me lartësinë, hidhu, goditën, hidhu. Kaq që ka tavane. E hapin pas 3 ditësh kapakun, nuk kërcejnë më pleshtat. Kujdes, jo vetëm s'kërcejnë më pleshtat, po edhe brezat e mpashme pleshtat nuk kërcejnë dot në lartësi, ndërkohë që kanë të gjithë potencialin për të kërcyer. Prandaj kur ja pren hovin dhe lirit dhe hapësirat njerëzve, edhe brezat e rinj që futen në terren, do mësojnë në mënyrë të tillë dhe do mendojnë, pa ja mos u fut, mos u bë. Ja thot baba ke shtëpia. E mëson çunit, do ja thot çunit vet mrapa. Mos e kam pasur neve, mos folni më rrugë. E shkoj gjithmonë më keq. Bota dhe shoqëria ecën në cikle. Unë e quaj panik neglizhim, po s'ka gjë. Kur të mohohet diçka, fillon ngrehet energji që unë duket drejt. Sa më shumë të mohohet, e kemi pas kur kemi pas atë diktaturë totalitare që ka pas një revolt që duhet boll dhe cinaf. Pastaj fillon dhe elçon, zakonisht në emër të sigurisë. Thënë për shkak sigurie kombëtare, kibernetike, çfarë dush ti, për shkak Covidi etj, nuk do dalësh më nga shtëpia. Mos del nga shtëpia sepse siguria, dakor? Që ju e pam gjatë Covidit çfarë ndodhi. Nëpërmjet sigurisë. Dakor, na thonin ve nusën diagonal, ke makina, ti ke timoni, nusja duhet rrike se dilja mrapa në diagonal. Tash jeni dhe mjeku, besoj ke shkenca më shumë se ke teoritë konspirative. Po ju them se jo nuk është teori konspirative. Covidi ishte. Po ju them absolutisht po, nuk po ju them këtë, por shfrytëzimi i situatës për disa gjëra tjera thotë që në kuadër të sigurisë,
Çfarë është siguria? Mund të jetë siguri fizike, mund të jetë siguri kombëtare, mund të jetë siguri ushqimore, ka për të hëngër, s'ka për të Po hëngër. nëpërmjet sigurisë na paralizoi Enver Hoxha 50 vjet tash. Absolutisht. Kështu që kjo është një fenomen që s'po themi në Dakor, gjë të re. Por që ta angazhosh njerëzit duhet të kuptojnë një gjë. Të drejtat nuk janë si oksigjeni. Nuk i kanë ajër, nuk është si pema që mbin. Për drejtat luftohet. Dhe luftohet jo vetëm për t'i marrë, po luftohet edhe për t'i mbajt, se t'i heqin pastaj. Demokracia është një ushtrim i përditshëm, nuk është që arritet demokracinë dhe mbaron. Shumë dakord. Demokracia është sa është e bukur, aq është edhe fragjile. Dhe këtë po e shohim sot si në Amerikë dhe si në Perëndim. Absolutisht. Demokracia sot është në rrezik. Dhe ne kapëm temat mëdha, po ky është realiteti. Tash për dalke që nuk t'i jep njerit drejtat, sepse ndjes, nga e nisëm, nga e drejta e pronës. Pronës. Dakor? Për ta mbyll e drejtën e pronës ne kur nuk patëm një lëvizje shoqërore të fortë për ta kapur të drejtën. Edhe mas 90-s bires pronarët u zhyn. Dakor? Vetë edhe u bën si u bën lëmsh. Dhe kemi tash vetëm disa situata sporadike me pasuri natyrore, për shembull që e protesta e ujit, edhe kjo çështje e tillë është, edhe drejta për të pas ujin në fshat. Por janë sporadike, janë të vogla, kanë mbetur gjëra të vogla. Ilir për të ardhur në aktualitetin, se sigurisht do jesh prapë edhe është kënaqësi t'ju kem ju në studion time, por tani kemi zgjedhjet. Dhe ju preket një gjë për sa i përket asaj që në Shqipëri për mua, për mendimin tim, ka marrë fund sistemi vlerave. Dhe ju përmendët parlamentin e parë. Megjithëse ato vinin nga sistemi më parë. Po ishin njerëz që kishin një profil. Dhe nuk mund të futen në parlament. Ne zgjodhëm lider aso kohë. Po, dhe nuk mund të futen në parlament për fakt se në vendin njerëz që nuk kanë asnjë lloj profili. Nuk i diskutoj si njerëz, mund të jenë princ të mrekullueshëm, mund të jenë njerëz shumë të mirë, mund të jenë, por nuk thonë gjë. Një nga parlamentarët që u futesh, ajo duhet fillonte nga betarja. Kjo e llapajt. Kur folje, ditë duhet fillonte nga betarja. Pra, pse kemi ardhur? Çështje emocionale. Po, pse kemi ardhur këtu? Kemi ardhur këtu pikërisht nga ajo që ne nuk kemi më ballafaqim. Pra ajo që theti je deputet i zonës, dikush kush është deputet i zonës sot. Dhe unë jam për majoritar, unë dhe ti, sepse njerëzit shohin debatin dhe dinë që zgjedhin. Këtu me listat e mbyllura, që është marrëveshja e 2008-s. Patjetër. Ku e ka nënshkruar dhe partia juaj me kryetarin tuaj që keni akoma. Nënshkruar, po ka qenë nismëtar. Ka qenë nismëtar. Pra, themi gjonat siç janë, se kemi gjë këtu me. Po, pikërisht këtë. Tash ti. Tani po paguajnë me të drejtë, sepse me formim të djathtë, trashëgimia njërin tjetrën, megjithëse unë mendoj që kjo është një temë tjetër, e kam diskutuar përpara, mund të vish ditë tjetër, që në Shqipëri nuk ka të djathtë, sepse nuk ka pas shtratin për të ndërtuar djathtë në Shqipëri, filloi me ca punishte, luftën e dytë në kohën e mbretit Zog, por me ardhjen e komunizmit u prej gjithçka dhe ajo që thotë ju, ne jemi rrit një brez pa pronë. Pa pronë, pa zot. Dhe ndoshta pa zot, pa drejt fjale, pa drejt lëvizje. Kjo është arsyeja ndoshta që nuk e kemi atje në djenjën e pronës sa të fuqishme që e ka në botë. Në Amerikë me të prek pronën janë pa gardh. Çfarë tham për eksperimentin e Kavanozit? Tashti, ju ishit nga ato kandidat me listat e hapura që morët vota rreth 18-19.000 sa morët? 18.000 diçka. 18.000 diçka, Jorida mori 20.000. Pra tregon që ju keni një besim tek njerëzit e Tiranës, se unë s'kam qejf të them Tiranës, ke njerëzit e Tiranës, jo vetëm si Tiranës, por edhe njerëz me kredibilitet dhe njerëz që keni një lloj dije dhe një lloj kulture ku keni kriju dhe mënyrën e komunikimit keni kriju respekt. Dhe ju më njanoheni dhe futet vulgu në vendit tuaj. Nuk po përmend emra, po më mirë të ishte Ilir Ali Mehmeti, që do t'jipte një model qytetari në parlamentin shqiptar, apo t'jetë X apo Y që janë vetëm din me gjujt me gur dhe me llastike si ato palestinezët, me thyj mikrofonat dhe ku të çon kjo? Ku të çon kjo? Se t'japin e zgjidhet, ka dhona i përfitim si parti, ke 12 vjet, 15 vjet, 18 vjet, se Partia Demokratike vetëm një herë ka fituar zgjedhje vetme.
Vetëm një herë, në 92. Patjetër. Kaq. Do më lejosh? Po. Se këto shif si komplementohen bisedat bashkë. Në radh parë, patjetër, kjo brenda asaj hapësirës kishte shumë qartë një shprehje preferencë nga njerëzit. Pra brenda hapësirës i lejonte një kod për cilin ne ishim qartë, unë kam dalë që verën e kaluar, pra verën e 24-ës, që të thojë që ky nuk është kod që mbështet demokracinë drejt për drejt, është qartësisht një kod i cili dëmton opozitarizmin. Para se të miraton të akoma, se trima mas lufte ka shumë, puna është i qëndrosh përpara. Dhe prandaj u thash, hyn ke ato drejt, për drejt duhet luftosh ti marrësh dhe duhet të luftosh ti mbash. Një nga drejtat që u tha dhe unë falenderoj shumë gjithë votuesit tanë herë si forcë, po edhe të mitë, personalisht 18.128 votë. Them drejtën. Është rezultat për te imagjinatës time të them drejtën. Dhe i falenderoj shumë sepse ata na motivojnë kuptimin. Unë duhet përfaqësoj zërin e tyre. Dakor? Sa është e drejta atyre të zgjedhin këtë duan, po pastaj është detyra ime që të përfaqësoj ata dhe të kërkoj drejta dhe në emër tyre. Nuk mendoj se deputetët përfaqësojnë interesat e atyre që i kanë zgjedh. Edhe nuk ka se ti përfaqësoj. Po sepse s'ka, pra ju thash, i kanë shkëputur të zgjedhurit nga zgjedhësit. Dakor? S'kam se dalin ata mund të rrenë se i ka vënë tjetër kush. Pra ti ke përgjegjësi ndaj personit apo personave që të kanë vendosur aty në detyrë, apo jo. Kjo është krejtësisht normale. Qofse ke ardhur nga njerëzit, patjetër atyre u ke borxhin dhe përgjegjësinë. Nëse ke ardhur në formë tjetër, ke tjetër kund. Dakor? Kështu që si për zonën Tabaku që s'kisha asnjë lloj dyshimi që do ishte mbështetur, që para zgjedhjeve kam thënë shumë qartë, është mbështetur. Pse? Sepse ne ecim rrugë dhe i dim gjërat. Dakor? Aty është sondazhe, nuk ka nevojë të merresh me asgjë, të marrësh kompanie me radhë, por ama drejtën që votat shkoj aty ku duhet, prapë luftojmë ne për ditë. Pra prapë jam unë aty për ditë dhe them, po, su futem parlament, po, su futem shtator, po, vota duhet jetë vote, duhet lexu. Sistemi elektoral është absolutisht i shkatërruar, nuk është mos sistem elektoral. Ky do ndru dhe do kthy drejt demokracisë drejt për drejt. Kur? Drejt majoritarit. Nuk i pëlqen shumicës aty majoritari. Hajde gjë, po do kthejmë ke vota drejt për drejt, ke demokracia drejt për drejt që u quhet nga poshtë lart. Dhe për këtë do luftoj unë. Se nuk ta jep njëri drejtën. Tashti, si na mësojnë neve në shkollë, se këtu tash është faji, thonjë za, sa ato të shkretë na mësojnë drejtën, po realiteti është ndryshe. Pra, si na mësojnë prindët e si na mësojnë mësuesit. Na mësojnë puno, vazhdo, ec përpara, bëj diplomë, etj, vlerat. Dhe pastaj neve zhgënjehemi, thonjë za, se si vlerat nuk po duhet të luftosh që ato vlerat njihen. Dakor? Dhe nëse nuk lufton ti, që i ke marrë me djers ato lloj vlerash që i ke trashëguar nga familja, që ti kanë dhënë mësuesit, që i ke studiu vetë mrapa, ke punu, ke derdhjes, nëse ti s'mbron vlerat e tua, po të rriqesh këtë cepi që thua, ma këta se kështu. Atëherë këtu dalim ke shoqëria, ke shoqëria civile. Ky pra është reagimi. Që s'kemi shoqëri civile. Jo, ore, s'ka nevojë që të jetë organizuar nga një NGO, ore, duhet të jetë reagim brenda vetes. Kemi shoqëri kuptimin, shoqëri përgjegjshme. Nëse mua më ndodh diçka që unë e gjykoj të pa drejt ndaj një personi tjetër, po dhe unë duhet ngrej zërin tim këtu. Pavarësisht që si ishte për mua kjo. E kupton? Po pra. Por ne shpeshherë e ngjejmë këtë shprehje nga mbrapa, na vjen ke kafe atje, po ç'a duhet ty me këtë? Ç'a duhet? Po se do të vi ty, do reflektohet ajo. Po për ditë ç'a do ti këtu? Do të reflektohet ajo. Pra nëse ikën mjeku, nëse ikën ekonomisti, ikën infermieri, ik fëmia. Po ç'a do ti kur pa te konakun bosh, më fal tash, ç'a prindësh jemi, po na iku fëmia nën tjetër të botës. Unë flas, unë kam ne 12 vjet jashtë Shqipërisë vet. Edhe di se çfarë do të thotë, ti je larg 35. Ti je të kesh familjen këtu, e di nga aspekti i fëmis, por unë nuk du nga aspekti i babës. Jo edhe vetëm familja, po edhe vendi më të tërhequr. Tash ka edhe një element fundit se ka pas luftra që kanë qenë shumë drejta, them luftra, jo luftë me pushk, po luftë idesh dhe zhvillimesh, që edhe janë humbur. Dakor? Ka historia plot. Sa dush. Edhe jo po se po mirë, si e shef, si mund ta shohësh veten pasqyrë, unë 20 vjet mrapa. Ta shoh veten pasqyrë dhe them i kisha dy gur në dorë, çka kjo? Fjalën, qëndrimin, veprimin, dakor? To janë. Dhe si nuk i lujta unë këto. Po. Se 20 vjet mrapa do bëhem pishman për gjërat që s'bëra sot. Dakor? Gjitha bëjnë këtë. I ke dy gur, gjuji, përdori, dakor,
Pse? Se është shpërtarën të i vendit, fund fare, nëse i marrim kalamajt tonë i quajmë fidan, po që terreni shkretir ta bëjmë më konkrete. Nuk ka fidan që mbin. Ilir, ta bëjmë më konkrete. Si është shef i Partinë Demokratike sepse bëjmë do t'i baçet bukur për kalamajt tonë. Si është shef i Partinë Demokratike sot dhe po të pyes jemi në fund, zgjedhja e kandidatit të ri. Në një kohë që për mua është krizë e partisë, që kjo parti për kaq kohë bëri protesta, dogji goma, bëri çfarë bëri për të hek Erion Velin. Erion Velin e mori drejtësia, ju shkuat jeni dhe ju në Këshillin Bashkiak. Absolutisht. Votuat për shkarkimin e Erion Velis, mire bot, po në anën tjetër, pas këtij shkarkimi, partia juaj, masi presidenti jep dekretin për zgjedhjet, thot që është shkelje kushtetuese dhe për mua është shkelje kushtetuese, nuk ka dyshim. Është shkelje kushtetuese e hapur. Për mua ai president duhet marrë përgjegjësi për këtë shkelje të rëndë kushtetuese që ka bë. Por si do të shkoni ju në zgjedhje me një shkelje kushtetuese? Dhe a mendoni se kandidatura që u zgjodh tregoi dhe krizën parti ku nuk merrte njeri përsipër për të kandiduar nga pjesa politike flas për të kandiduar? Ka disa pyetje këtu. Nëse diçka më se s'du t'i bëj. E ke kohën e mjaftueshme sa dush. Jo, thjesht ma kujtojnë nëse diçka më rrëshqiti. Atëherë me radhë. Erion Velia duhet të ishte shkarkuar një orë më parë. Dhe jo duke përdor nenet ligjit e klauzolat të tipit, po për gjëra që ne dim shumë. Pse duhet të shkarkonte kur është i zgjedhur nga populli? Ju e dini shumë mirë, kryetari i Bashkisë New Yorkut ka 12 akuza dhe rrin akoma, dhe tash Trumpi masi ta tërheqë nuk do ta çojë ambasador. Un po jap mendimin tim politik. Dakor. Juridik le ta japi gjykata. Dakor, nuk i shkojnë gjykatës. Erdhën prapë ke drejtësia. Po. Erdhën prapë ke drejtësia se normalisht drejtësia gjykata kushtetuese duhet ta japi vendimin para zgjedhjeve të anallojë zgjedhjen. Po ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Po tani. Po ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Po tani mbrapa se shoh që kjo pikat prek më shumë. Edhe për mua janë antikushtetuese. Dhe zgjedhjet s'duhet ishin bërë. Dhe nuk duhet bëhen. Ka prap kohë. Gjykata kushtetuese do dalë me vendim para datës 3 janar. E qartësojmë. Shive, diçka si e kam unë pjesën e debatit për gjërat që ne bim dakord. Zakonisht nuk harxoj kohë se jemi dakord. Jam dakord, hajde flasim për gjërat që ne kemi një debat. Për këtë unë jam opozita merr frymë dhe jeton që një orë më parë të heqi personin që ja ka ty përballë, hyn zgjedhjet, fitoi zgjedhjet, marri pushtet apo jo. Për këtë është opozita. Një orë më parë, unë kam dalë shumë më përpara Erion Velia të largoj për çështjet ekzistencët shumë më të rëndësishme se sa disa fustona, disa buskuqe. Për atë incinerator që s'ekzisto, për atë impjanturave zeza që s'ekzisto, për ato pare tona që merren, për ato investime që s'bën. Megjithatë, italiani që denoncoi për incineratorët tha që kam gënjur nëpërmjet pareve që premtoi Syri TV. Hajde morim i celular, e shkojmë ta gjejmë tash incineratorin se ku. Tashti e vërteta është që incineratori nuk hapet për arsye se ta themi drejtën. VKM-t, vendimet e Këshillit të Ministrave, nuk është se i qet kryetari i Bashkisë, qet kryetari i qeverisë, dakor? Ky ishte aktor, përfitoi, i fshehu, e ndihmoi, çfarë doni juve, ti gjej drejtësia tash se çfarë ndodhi, po unë di që sot e kësaj dite, me të gjithë ndryshimet që ndodhen, pra paret inceneratorit ja paguajmë ne, unë ti të gjithë. E ke votu, se ke votu, s'ka rëndësi, ja paguajmë ne, na i merr paret, një për një. E heqim këtë pjesë. Ky është arsye pse duhet hikte. Për sa i përket llojit klauzorës së tjerë, ka qenë Partia Demokratike që ka propozuar në maj, gjysmë majit, pse? U arrestu me 10 shkurt. 3 muaj pa pranimë detyrë, ke shtëpia ime, nga shkurti bën maj. Po folëm për ligjin, për drejtësinë. Po pra. Me ligjin nuk mund të shkarkohet. Jo, a them unë. Prit. Se unë flas për tagrin që kam si këshilltar. Ora si pa dënuar, ai edhe sot ka drejt konkurojmë, është i pa dënuar akoma. Lejo të shpjegoj unë. Nuk i dal sipër gjykatës unë. Unë si këshilltar, ai ligji aty më thot çon propozimin për shkarkim. Po, dakor, ti ke drejtën tënde. Pra ne kemi tagër, kaq. Deri këtu dhe këtu neve e mbyllim. Dakor, t'ia çojmë kryeministrit. Kryeministri vendos vet. Tash unë jam shumë dakord me vendimet që merr ai, po e ka tagrin. Pas vendimit, kushtetuta thot do presësh 14-15 ditë për ankimim. Ankimimi i cili u bë nga Erion Veliaj, dakor? Mirë keq për mua
ligji do zbatohet. Ligji është ligj, kushtetuta është, nuk ka gjë mbi kushtetutën. Ja. Dhe unë edhe pse marr frym për ta hedhë orë më parë dhe për ta marrë në pushtetin, kurse si s'mund ta bëj dot duke shkel kushtetutën. Kurse si. Dakor, jam shumë dakord. Dhe ky është qëndrimi im. Po. Tashti unë s'mund të flas në emër të Partisë Demokratike, se jam kryesia, se jam kryetar. Çfarë mendon ti? Po, këtë Duhet të qëndrim kam unë. përgjigjet një Pse akt i antikushtetues Ja, Partia Demokratike s'duhet që ishte shkojnë fort zgjedhje? mendimin tim. S'duhet të çfarë. Jo, se s'ka zgjedhje. Lajmi, lajmi. Dakor? Lajmi. Nuk ka, është antikushtetuese dhe nuk është bojkot, sepse këtu konsideru sikur po të mos hynte ishte bojkot. S'është bojkot se janë zgjedhje. Ja. Dakor? S'ka zgjedhje. Ky është mendimi dhe qëndrimi. Jam dakord. Këto diskutojnë forumet tona dhe në fund fare vendos kryesia, e kupton? Tani këto unë po gjej edhe këtë hapësirë për ta qartësuar Shumë mirë, qartëso pozicionin tonë. pozicionin që kam. Po ama tagre që kishim ne për ta çuar kryeministrin e këtë tagre. Dakor, ju atë punë keni. Po ta kishte bë kryeministrin maj shkarkimin, kishte 14 ditë kohë, po themi erdhi qershori, ishte mbledh gjykata kushtetuese, kishte 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. Sa dush. Merrte vendimin, vinte presidenti, ishin gjithë gjërat në rregull në ligje me kushtetutë. Qëllimisht i bën çorapa i këtë. Që ne të kemi këto lloj situatë, ore ta kuptojmë që nga lart nisin probleme. Peshku qelbet nga koka. Iku. Më pyetët protesta, aksione tjera. Tash opozita, si e shoh unë, mendoj që është e drejtë, po tash të gjitha drejtat nuk i kemi na vet. Kështu do e diskutojmë. Puno me dy dorë. Njëra dorë është të mundohet të ekspozoj, ta gry nga poshtë mbështetjen që ka kryetari i bashkisë, se deri sot që se ka shkaku gjykata, ai mbetet kryetar bashkie. Kryetar bashkie. Siç e shoh unë, pavarësisht që unë se kam pa kurrë si kryetar bashkie, po me Jo, letra po është. flasim respektimin Me e letra. ligjit drejt kushtetutës. Me letra derisa të shprehet kushtetuta. Ndjes gjykata kushtetuese, e cila shkelur dhe më parë nga Edi Rama, po hajde. Me një dorë neve mundohemi të ekspozojmë, ta denoncojmë, të bëjmë protesta, të qëndrojmë kundër, mundohemi ta shkarkojmë i dorë. Nga krau tjetër mundohemi të ndërtojmë forcën tonë, kandidatët tonë, idetë tona, programin tonë, e çfarë dusha, me një dorë këtu mundohesh të prishë, me një dorë tenton të rregullosh sepse kështu merret pushteti, dakor, me dy dorë. Jo me një dorë. Dhe është e vërtetë ajo që thoni. Është dashur që kjo punë të niste me kohë. Absolutisht e vërtetë. Pse? Se ka njerëz cilët mund të punojnë me modele më të shpejta, ka njerëz që kanë nevojë modele pak më ngadalta nga ky drejtim. Dhe partitë e mëdha, absolutisht, dhe kur janë të sulmuar siç kemi qenë neve me vite, ka nevojë për kohën e vet. Sa vjen diskutim fare. Dhe u vonu, patjetër u vonu. U vun lëvizje mbasi u shkarku, mos gaboj 11 shtator, mbasi Edi Rama deklaroi që do e shkarkojmë këtë, do bëjmë zgjedhje. Nuk dim datën, por akoma s'dihet data atyre, data 9 nëntor, po dihet që do ndodhte apo jo. Dhe këtu filloi lëvizja. Pra këtu ishte vonesë, të jemi të qartë, në shumë aspekte. Vendimarrja në fund fare u vendos për person jo partijak, që është herë e parë që ndodh Partia Socialiste. Nuk e di tash partitë e tjera kanë pas, po Partisë Demokratike. Ndjes Partisë Demokratike, që ta bënte këtë diskutim. Kur nuk ka menuar kokën e vet që do mbështesim një person apartijak i cili do mbledh një front opozitar nga mbrapa. Fal, nëse mund ndërhyj këtu një sekond. E para është person jo partijak dhe e dyta, sepse tashmë të thush se jo politik nuk është jo partijak. Jo partijak. Po. E para, sepse punosh ke syrin net dhe të morësh rrogën nga Zenit. Tash të gjithë e dim që ajo televizioni i Zenit, edhe i familjes Berisha. Nuk mendoj që je i punësuar me durët e tuaja, me mundin tatë, me djersën tatë, edhe unë i punësuar shtetja, po s'do të thotë që jam i Edi Ramës. Jo, mirë. Po, tash ti, si e mendoj unë. E dyta, ai është djalë shumë i mirë, ka një profil si humorist, thonë ka studiuar arkitektur, po nuk ka kriju një profil politik apo menaxhues. Tirana është halli mëdhës. E kuptoj. Edhe tjetra që dua të shtoj është që a tregoj kjo dhe e mbyllim, a tregoj kjo që asnjë nuk që gati të dali të marri përsipër këtë sfidë, se politika është sfidë. Kishte gati. Po, tash unë po them serioz. Dhe
Po kishte nga këto njerëz që kanë kontribuar politik sepse shumë nga emrat ton nuk janë bërë të ditur. Janë diskutuar edhe në tavolinë ton, po nuk janë bërë. Fronti opozitar. Unë nuk mendoj që ka front opozitar. Ka një parti demokratike dhe ka ca partiçka mikrobus. Po mirë, quajeni juve si doni. Partiçka mikrobus që vetëm kanë përfituar siç është rasti më unë di themi që ne kriju rasti më unik në botë, një Fatmir Mediu që rrit 30 vjet tallavitet në politikë. Ne kriju një rast që ishte unik. Edhe shkojnë gjykat, se po falim për drejtësi, që t'japë llogari për flas dot për partitë të tjera. Unë flas për partinë ku bëj pjesë unë. Tashti. Dy elemente që qenë pa precedent. Para se me dal ke emri individual që doli më vonë. Fillimisht ishin dy probleme. Unë jam i parimit që mbas çdo palëzjedhje ke fitu, ke humb do analizë. Dakor. Unë personalisht e bëj për atë detyrën time që kam. Njëjtë kam kërku analizën për 23-shin, njëjtë për 25-ën, po unë bëj analizën time dhe mundohem të veproj mbas të asaj që më rezulton mu. Qofse s'ka një diçka më shumë. Raportin e OSBE-dit nuk po i hy, sepse dim se çfarë thot, mos ta ripërsërisim. Dy gjëra që vumre dhe besoj bim dakord ke këto dy gjëra që ishin, le të themi, pikat dopta. Son duhet të gjej pikat dopta që ti përmirësoj. Nesër, ky është parimi i analizës. Ishin njëri krah ishte opozita është e fragmentarizuar. Dakor? Pra, e kishim fushat neve për 11 majin, janë shumë forca opozitare, PS-ja është 1, po ju jeni shumë, do humbet vota, do shpërndahet, do bëhet. Ky ishte një pikë e dobët. Dhe me këtë lloj lëvizje, duke ja nisë nga Tirana që është elektorati i veçantë, nuk është elektorati klasik i Shqipërisë. Tirana është komplet elektorat tjetër. Nisëm një herë me bashkimin në parime. Pra, jemi dakord neve për këtë lloj parimesh 1 2 3? Pse? Sepse duhet do filloj më bashkimi. Do bëhet se s'bën mes nesh, mes forca opozitare. Do kriju lloj pajtimi se neve prishem për llav goje, prishem me vlla, nuk flasim më 30 vjet. Po tash ndaj të keqes madhe, po na erdhi Hasmi përballë, vllai me vllain duhet bashkunoj. Dakor? Kështu që kjo duhet mori fund. Po ju akoma sini bashku vlla me vlla, se Partia Demokratike është fragmentarizuar. Po bashkoni me ato vëllezër, si thonë vëllezën për baba. Unë ja kam nis kësaj pune, mos gaboj unë sot që folim ne, as 2 javë janë bë. 1 javë 6 ditë. Dakor? Që mu dha detyra. Na u dha detyrë. Dhe ka i produkt në vetëm 1 javë 6 ditë. Tash ne nuk ka shkop magjik këtu që brenda natës u bë. Ka është proces ky. Do kriju besimi, do kriju puna, do vazhdu besimi, pse? Po ka 27 përpara. Do jenë 61 bashki, bashkë me Këshilla Bashkiake, me mandate 4 vjeçare dhe me programe. Dhe do duhet më u tregu që kjo lloj sinergjizmi këtu që dëshirohet të krijohet, të përdoret për mbrapa. Dakor, sepse tash ne do të jemi konkret. Ky është gjë problem që kishim 11 maj, që po tentohet zgjidhet tashti. Dhe deri tashti procesi është i mirë se nuk ka asnjë parti opozitare që s'ka pranuar të jetë pjesë e tavolinës së diskutimit dhe të mbështetit zotit Binaj. Nga krahu tjetër, dhe kjo që unike, por njëkohësisht rrjedh dhe nga problematika e 11 majit, se një problem që ne patëm nuk kam asnjë lloj ngurrimi ta them, ishin listat, përbërja, emrat e përveçën. Dakor? Shumë diskutime ka pas për ato që s'pëlqesh për këtë arsye, çrënd si ka, dakor se s'do rrit brendit. Do të thotë që kërkoheshin, do tentojë një hapje e partisë, atu nuk u tregu hapje. Atu u tregu rikonfirmim, apo jo. Jemi dakord? Dhe për të bërë një hapje të partisë, një nga që në fakt mund vinte i çik përballë me atë trajektoren që kisha marrë unë, se ju e dini, unë vetëm një ditë përpara isha një intervistë nderuame dhe thash unë shoh një figurë drejtuese politike të niveleve të larta të Partisë Demokratike që duhet të konkurroj. Jam plotësisht dakord. Dhe këtu por tash unë ju thash, unë jam brenda i komunitetit dhe duke respektuar demokracinë shoh shumicën. Unë ngrej fjalën time dhe argumentin tim. Po pastaj vendos shumica. Dhe shumica këtu vendosi për një person që të jetë jashtë partive, profili një herë. Jashtë partive, opozitar në qëndrime, sepse jashtë partive nuk ketë pas mundësi të jetë tregu që opozitar përveç se të kesh qëndruar për ndonjë kauz. Dhe që të ketë mundësi të jetë sa më publikisht i njohur për shkakun e kohës shkurtër. Dakor, to janë kriteret, nuk është se kishte kritere të tjera. Deri dhe pati 13 emra në total, mund t'ju them të s'kam asnjë ngurimi, ka pas edhe brenda Partisë Demokratike. Kërkesë që nuk u bën publike, sepse ne nuk bën publike asnjë emër, me përjashtim të atyre që u vetë deklaruan,
dhe një 3 emrave që rodhi në tavolinë media nga bashkëfolës në tavolinë, jo nga Partia Demokratike. Dhe në këtë aspekt këtu ka 2 risit mëdha, të shohim si do funksionojnë. 2 risit janë fragmentarizimi nuk është më, që ishte me 11 maj, dhe kemi për herë të parë një hapje dhe një kandidat apartjak nga ana e opozitës. Për herë të parë, dhe është dhe një shenjë e Partisë Demokratike që po pranon hapje. Se nuk e ka pranuar hapjen deri sot, ta themi shumë konkretisht. Pra, ndërkohë që un kam hyrë, mos gaboj, me 30 prill të 22-shit, 27-30 prill, 27 një tavolinë, më pas 30 prill u bë kuvendi i Partisë Demokratike. Kohë shumë vështira për Partinë Demokratike. Po ne i themi fjalë që miku duket kohë vështira, ai që do me të ndihmos, se kur të vi kemi llaf tjetër, ne thon kur ngjojnë e pilafit afrohen shumë veta pastaj mrapa. Unë isha patjetër vija nga jashtë politikës, vi nga një familje e cila kanë kontribuar Partitë Demokratike shumë gjatë, kanë mbajt role, më ka qenë deputete me radhë, pra nuk është se vinim nga hiçi, por konsiderimi ishte jo politik sepse nuk e njihshim këtë strukturën, menaxhimin e brendshëm me radhë. Dhe 22-shin pati primare ku dëshira ishte për një personazh politik të bën sens. Pra, u shpall aso kohë që duhet person politik dhe kandidoi një person politik, dhe unë që quhesha jo politik, shkova me një hap më mbrapa. Megjithëse aso kohë mendoja që jo politiku do kishte më shumë gjasa me 23. Në 22-shin më dal këtu. Në 22-shin kërkoi jo politik. Politik. Kërkoi politik. Po. Dhe ju kandiduat si jo politik. Po. Ashtu isha, nuk është se mund ta ndrojmë dot. Dhe tash që ju jeni politik, këto vënë jo politik. Ishte e kuptoti. Ishte, dëgjoj. Po. Ti ishe një figurë dhe 22-shin. Dhe do t'ishte mirë t'ishte për Tiranë. Tashi, atëherë këto nuk e pranonin jo politik, e donin politik. Tashi që e kishin gatshëm politikun, kërkun jo politikun. Zot dhe Malia, nuk bëhet fjala konsistencë ka partisë s'ka, nuk ka qartësi. Nuk bëhet fjala për mu personalisht. Nuk e fol për parime. Tash kur disa elemente lëvizin, se shoqëria lëviz, politika lëviz, gjërat lëvijnë dinamike, vendimet do mund ndryshojnë. Krejtësisht normale që mund ndryshojnë në momente të ndryshme. Por, në këtë moment tu u gjykua që mund të maksimalizohet vota në këtë lloj mënyre. Tashti, a jemi dakord që Partisë Demokratike i duhet hapje, i duhet oksigjenim? Absolutisht po. A i duhet edhe riorganizim? Absolutisht po. Riorganizim kështu në themel. Riorganizim i plot. Në themel, i plot. Domthon, asaj godine, asaj partie vetëm godinën. Unë besoj edhe godinën nuk do e kisha pranuar Shqupin. Nuk kujtoj Shqupin. Nuk janë pallatet që bëjnë njerëzit. Dakord? Është e kundërta. Njerëzit bëjnë pallate sepse njëjtë ndodhet edhe nëpër spitale. Rregullojnë kështu murin nga jashtë, po mjekët merren as si kanë. Ka kalu 1 orë 10 minuta. Tash për ta mbyllë për ta mbyllë. Çdo të ndodhi pas humbjes, nëse do të humbi Partia Demokratike. Po pse mos flasim çfarë do ndodhi mbas fitores? Çdo të ndodhi mbas fitores, që fitoria për mua duket shumë e vakët. Dakord. Po fushata akoma s'ka. Po jo, le të marrim rastin e humbjes. A mos ndoshta Sali Berisha e ka bërë këtë zgjedhje për të justifikuar vetveten dhe partinë e tij që humbi një kandidat i pavarur, kur është i varur për kamësh e për durësh? Shefem, unë di ka një rregull kyç, që e ka dhe biznesi, e ka dhe akademia, po e ka dhe politika. Nëse nisesh me parimin që rezultatet do t'i kesh dopta, nëse nisesh me atë, nuk ka kurse si të kesh rezultate të mira. Njeriu duhet të bëjë maksimumin e vet për optimizimin e rezultateve me pas rezultate sa më të mira. Duhet të ketë optimizëm në veprim. Ne jemi fushat. Fushatat e qytetit, kryeqytetit sidomos, kanë tendencën të jenë relativisht pozitive, relativisht bukura. Dakord, nuk janë fushata kështu me përplasje, me huje, me gjona. Kanë tendencë të jenë fushata të bukura. Po flasim për një precedent, për një gjë të pa precedent. Kemi një kandidat jo politik, jo partjak, që është zoti Binaj, i cili mund të bëj të paparashikueshme. Pse? Sepse në vetvete nuk është një kandidat tipik. Dakord? Dhe shumë e vështirë është parashikosh dot sjelljen dhe llojin e fushatës që do të bëj, stafin që do mbledh nga mbrapa, si kjo do heci përpara. Por unë di një diçka dhe unë vi nga terreni, po vi dhe nga numrat.
Partia Socialiste ka pas rezultatin më dobët 11 maj, ashtu siç u bën zgjedhjet, pikërisht në Tiranë. Ku drejtues fushati ishte vetë Edi Rama. Ta themi të vërtetën, 48% ka qenë Tiranë. Po s'ka gjë, po unë po të them, me këto kushte se që 11 maj, Tirana tregoi që rregon. Ama nga krahu tjetër, votoi edhe më pak se gjysma. Kështu që do shohim dy elemente. A arrim dot neve të mobilizojmë forca që po qëndrojnë aty dhe nuk angazhohen? Kjo është detyra jonë, dakord? Dhe nga krahu tjetër, a do reagojnë ato me një vot negative ndaj pushtetit absolut, sepse kjo është dhe vot kundër pushtetit absolut. Se po lam në pushtet absolut ke Edi Rama dhe nuk kemi asnjë mënyrë se si ta ekuilibrojmë, ky shtet shko për poshtë. Po marrim skenarin e Rama mbyllë me 3 fjalë. Rama fiton Bashkinë e Tiranës. Çfarë do të thotë kjo për ju pas saj? Sa i fiton? Me gjitha mënyrat. Në çfarë kuptimi? Do dilni prap thoni i voti? Jo, më ke pa ndonjëherë mu ta them këtë. Partia. Po parti nuk mund të flasun për partinë. Unë mund t'jap argumentin tim, mund t'jap fjalën time, edhe brenda forumeve, fund fare ditës ka i shumicë e cila vendos. Unë mendoj shumë fort që nevojiten absolutisht ndryshime, kuptimin. Einstein e thot shumë qartë. Qose përdor të njëjtën metodologji dhe pret rezultate të ndryshme. A keni përdorur si parti? Jo, se kjo është metodologjia e re. Shifrat po ju çojnë poshtë gjithmonë. Po jo, edhe një. Shifrat ju kanë çuar poshtë. Po. Me shifrat po shkoni. Po ju kundërshtojnë gjë. Nuk po ndaloni. Por metodologjia këtu është e re ama. Po. Dakord? Pra, nëse ne përdorim metodologji të re tash, bashkimi, si edhe një kandidat jo partijak, ne do shohim rezultatin, do flasim as ti. Sepse është e pamundur të flasim përpara se kjo s'ka ndodhur ndonjëherë, nuk ka një precedent më parshëm Tiranë tillë. Kështu që do ta shohim, do ta vlerësojmë, këtu jemi prapë neve, do flasim prapë. Patjetër. Kemi një gjë të mirë që edhe njëri edhe tjetri nuk ma kështu të fsheta, sekrete, çuditëra sirtare me radh, por unë mendoj që ti kthesh fytyrën Tiranës është projekti 1 dhe ti jesh kundër pushtetit absolut të Edi Ramës është projekt shkallë kombëtare, sepse Tirana reflekton mbi Tirana është Shqipëria. Dhe ti jemi shumë të qartë se sisteme totalitar ne kemi pa përpara, nuk kanë qenë për mirë. Dhe nëse ajo rinia jonë vazhdoi hik e shef të ardhme këtu, është pikërisht për shkak këtyre lloj sistemesh. Unë mendoj kështu. Krijoj terren të përshtatshëm për njerëzit, rrin vetë njerëzit, nuk ka nevojë të detyrosh. Se ne vejmë ligje për detyrime. Atëherë, vej ligje për mbështetje, vej ligje që të mbështesin familjen, që të mbështesin pronën, mbështesin kombin, mbështesin besimin në Zot. Vej ligje të këtij tipi dhe njerëzit rrin vetë. Mos i bjerm qaf njerëzve që punojnë, se këto kanë tendencë si bin qaf njerëzve të punojnë. Prodhojnë vetë, do paguajnë më shumë taksa, shteti do eci përpara. Ore dihet si shkojnë. Pyetja është, unë edhe unë e pyet shpesh. Doni ju ta bëni apo s'doni ta bëni këtë shtet? A donin, dëshirë, kur zgjo është mjes, don ta bësh, as don ta bësh. Po këtë pyetje që ja bëti vetes do ta bëj çdo qytetar, dhe nëse do ja bëj çdo qytetar dhe do të jeti përgjegjshëm dhe do të ketë vullnet për ta bërë, ky vend bëhet. Jam shumë dakord, se përndryshe s'do ishim këtu. Ilir, falenderoj. Është kënaqësi, po dhuroj 2 librat e mi. Kjo është për 90-ën kur ti ke qenë ende fëmijë, këtu janë disa zgarravinat mia. Falenderoj. Super. Shumë faleminderit, do të ishte kënaqësi. Me shumë kënaqësi për 40 minuta kemi shku. Dhe kur biseda 1 orë gjysmë, po do ndash 2 pjesë. Rekordet. Do ndash 2 pjesë. Por rekord. Kur bisedat janë natyrale, janë spontane, janë thjeshta, normal që zgjas. Le t'ja lejmë kohës, mos vejmë afat. Falenderoj.